Ju përshëndes miq, këtu nga fshati Miras. Vim sot këtu për të sjellur rime të bukura me rastin e ditëlindjes të nën Muneverit. Këtu na ka dërguar vajza e saj Albina dhe bashkëshorti Lefteri. Shkojmë ta surprizojmë. Edhe mos thoj që do ta kaloj ditëlindjen vetë. Përshëndetje. Hajde, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë. Mirë, shpes. Mirë. Hajde, se nuk do të lej vetëm. Si do të lej më ashtu? Mirë të shoh. Mirë të shoh. Ishte të gjejmë në vetë, këto, si ke kaluar, me shëndet. Ik viti dhe ne vimo me shumë dashuri për të zhvilluar surprizë. Shumë faleminderit, shumë ju lumshin këmbë. Faleminderit. Edhe të na kenë shëndet në fëmija që na kujtojnë. Tamam. E si nuk do të kujtojnë një neve të sakrificës. Po, ja unë me shtëpinë mire. Hajde, apro. Le ta themi që pavarësisht se fëmijët janë në lartë, dashuria për nënën nuk ka kufi. Lere. Të paktën ja gjej në këtë mënyrë nëpërmjet nesh, të sillin urime, që mos jesh vetëm në një ditëlindje. Ben, 76. 76. Sepse në vit festuam 75 vite. Vit, po. Dhe ishte vajza Albina. Albina. Po, me Lefteri, me bashkëshort. Po. Vit ishte ajo. Si vit s'ka mundur ndoshta të Po, vijë. nuk u erdhi se kishte turist. Është kohë e plazhit, filloi ande. Edhe kjo është kështu. Më vjen shumë keq tha. Se dje s'kam folur, sot s'kam folur. Po vinë ndize. Vetëm ajo që Tha më falë, tha se nuk u vi do vinë një herë tjetër. nuk po çfarë. Varet si të bjerë puna, si të bëjnë. Fëmijët e tjerë, se ke 5 fëmijë në jeni tim. Kam 5 në fëmijë, po djemtë janë e lartë. Lark. Ata Në vinë Greqi të të gjitha, të po jo. gusht vinë. Vinë në gusht, e mirë, të paktën vini le të themi pushime. Vinë me pushime të gusht. Janë larkë, janë dekretë. Si të bëjnë. Edhe kështu. Vajza të tjera, ku i ke? Të voglën Damjanën e kam në Selanik. E ke këtu. E të madhen e kam atje me djemtë Kretë. dë kretë. Do me thënë 3 janë atje, edhe vogla është Selanik, e tjetra Sarandë, të gjitha lartë. Tash le të themi Albina është brenda në Shqipëri, nuk është në shumë. Jo, Po që ka qenë momenti kështu. Sa ajo të linte. për vitëri ishte. Mirë, vjen. Si në Shqipëri, vjen më shpesh. E festuam vitëneri në dardhë, e gëzuam në mirë atë. Se kalove vetë, do me thënë. Edhe kështu. E kjo është për një nënë. E prej telefonin, prej urime, Atë, ja, fola me Damjanën. Tashi, e vogla. e vogla. Muroj me djarkën me të vërofshin e sa shumë. Shqyqyr që janë të paktën këto, le të themi telefonat, shikojemi thuaj. Po. Të jenë mirë, ati ku t'jenë. Mua kush do të më ke dërguar? Një nga këta të pestë. Ka si thua? Tashi ja Damjana ja Albina, se ti... Prap në vajzat, Prap në vajzat. Mos higli doftan. Apo në dimët nga që të themon kështu. Po kuj bërë qëve? Mirë, mos të mundojmë më shumë. Gëzuar ditëlindjen, nëna jonë e dashur. Sot është një ditë e veçantë për ty, por edhe për ne që kemi fatin të kemi në jetën tonë, ti je zemra e familjes sonë, burim dashurie, përkushtimi dhe urtësie. Çdo sakrificë e jotja, çdo buzëqeshje dhe çdo fjalë e ëmbël kanë ndërtuar rrugën tonë me dashuri dhe mirësi. Me shumë mall dhe dashuri të përqafojmë fort nga larg, duke të uruar shëndet, gëzim dhe jetë të gjatë plot bekime. Me shumë dashuri nga vajza jote Albina dhe Andri Lefteri. Ata e kishin vërtet të vështirë që nuk ndodheshin le të themi në këtë moment këtu.
nga që janë Shqipëri dhe ndjen peshën pak më shumë. Prandaj më dërguan. Me urimin tonë u bashkojnë edhe vajzat dhe timtë tu që të duan pafund. U befsh edhe 100 vjeç, e rrethuar gjithmonë nga dashuria jonë. Të shprehjet Albina dhe Lepteri. Vajzat dhe vendri, pavarësisht se dhe fëmijët e tjerë bashkohen me urimin e tyre, edhe 100 vite gëzofsh, jetë dhe shëndet. E kishte vërtet të vështirë, më tha, më shkon e mami se e kam të vështirë si vit, ta kemi shumë punë me turizmin, pa shëndet të keni, pa do shkoj unë me shumë dashuri, tash, se kur ti jesh vetë aty. Na keni shëndet. Shëndetin të keni, se ajo edhe do vije, do gjej momentin, do shkipuket, një lule e pëlqente kështu, ta vendosësh në një vazo, të ngele gjatë, është zampak, ta gëzosh të ditëlindje. Faleminderit shumë. Happy birthday, është një balona gëzuar ditëlindje, po ashtu edhe të kemi në zemër të thonë ata sot. Ta thonë gjithmonë, po në një ditëlindje le ta themi është tregon dashuri më vete. Gjithashtu edhe këtë tortën, po kujdes me shumë merak, e donte në formë zemre kështu, nëna edhe 100 vite, këtë erë e dua në formë zemre. Vite bere me rajë zemre, ta si vite dua në formë zemre. Ashtu ta bej, tash pa merak. Kështu. Fotoja që keni dalë, ke dalë me Dendrin dhe me Albinën, nga ditëlindja e kaluar. Atë morëm, që ta kishin dhe Dendrin, se Pili ka pjesën e vetë. E kemi vendosër. E kemi aty? E kemi. Albina, përshëndetje e dashur, edhe 100 vite gëzof të mami. Nuk e se e priste. Shumë faleminderit, Bila. Sidomos nga ty. Mos më mërzit, mos më mërzit. Nuk e priste. I thash unë vite kisha Albinën. Si vjet nuk e është të tashë. Dëgjoj tani. Edhe ti mos u mërzit, sepse ja dërgove tortën, ja dërgove urimet, lulen të gjitha. Tamam, nuk shlyemi kur, nuk shlyemi kur. Një puthje po ja japu se kur ti ish këtu. Edhe 100 tjekë dhe shëndet. Gjithë të mira të uroj, të falenderoj. Das me djeve, Bila. Ja tani, do t'i këndojmë këngën mamit. Kam thënë gjithmonë, fëmijët janë si gishtat e dorës, që dhembin njësoj, por vajzat e mbajnë në kokën më shumë prapa. Unë kështu e mendoj. Lumë kush ka vajza, ka botën. Se i thonë asaj këngë që sheqer e baklava. Tamam, është vajza. Vajzat. Është. Vërtet, unë kështu them lumë kush ka vajza, kush është e bekuar me vajza. Pa dyshim që dhe din të duen, ose ndoshta nuk e shfaqin, ose nuk të duan. Po, vajzat janë e tregojnë dashurinë. Edhe, kudo që t'je në prindrit i mbaj në mendje, në zemër, edhe pos folën çdo ditë nuk është se flej në dot, ndryshe nga dimtë. Tani ne do të këndojmë këngën bashkë me Albinën ma ta në telefonit. Na u bashka. Shumë urime për ty, shumë urime për ty, shumë urime për nënën, shumë urime për ty. Tani na mendoj një dëshirë të mira. Çfarë mund të mendoj një nënë, cila është dëshira jote? Mendoj një dëshirë dhe na e fliqërin. Dëshirën e të kene shëndet në fëmijë, t'ja dëgjoj zënë e mirë. Edhe ti të jeton qatë që ti gëzohesh. Edhe këtë. Mjafton ti kesh fëmijë të mirë, thua ti. Ajo është dëshira një nënë. Amin të lumë të goja. E me një nuset mirë për Iglin. Ke dhe një beqa. Kam. Sa mirë. Një nuset mirë për Iglin. Me një fatë të mirë, kam dasma. Të më ketë djanë që kam palën e djalit. Palën e djinve që të dy. Të kuptoj. Do me thena me Iglin, tina? Iglin e qëllë? Po, ti i mbyllë martesat e gjithë fëmijëve. Një fatë të mirë o Zot. Ku ka më mirë se të mendosh një dasmë të mirë. Një dasmë të mirë, Si që meriton. si që kam djanë.
Bravo. A një të lumë të doja, kështu ndohte. Na I fryqërinte, fort, urime, jetë dhe shëndet. Edhe 100. Edhe 100 vite gëzosh që ti gëzohesh të gjithë fëmijëve. Një për veten besave gjithashtu. Rosh, edhe dhe shumë faleminderit. Faleminderit, gjithë të mira. Dhe ju në qimë kemë dasmat e fëmijëve i Faleminderit, të shkini lumë të të kini, dasmat vëni pra dhe Dhe ti që shëndet, të gëzosh edhe 100 vite të tjera, që ti gëzohesh edhe fëmijëve. Edhe ke detyrime, do ta martosh djalin, edhe një prapë besa patjetër të martosh. Ata I thejmë më djarë të thë, na jipë në një lajmë të mirë. Vërtet. Dale mama, të dale dhe një qikë. Ndoshta s'ka ardhur çasti, le të themi. S'ka ardhur çasti, ti Dhe më të duhet të bëjmë edhe 5 gjitë, të thoshte të bëjmë. Unë do të doj bet. Do martohem. Nuk do të rikë, thështë pa martuar. Edhe I kushtume ti, po të di në rak. Le t'jemi të më mbarën. Dasmë t'jama. Rosh. Albina, mami edhe 100 vite gëzoftë, jetë dhe shëndet. Rofsh, edhe juve. Shumë faleminderit. Gjithë të mirat. E Na dashur. shikone se kam më shikone. Gjithë ditën, ja. Qa të beshe. Ja, që në borë mamaja, thëmë. Ja, po la nenët Po mama. s'ka më bukur se sa ti jesh në vëshkim të fëmijëve. Ku ka më bukur? Po në te momenti dhe zemër shëndrojnë këtu Ajo të është, fëmijëve. ajo është. Jetë dhe shëndet, kënaqësi që vi për të dytën e te kjo është. Rosh. Edhe si surprizë për të Sa tretën të e po roj, vim. sa të roj të Këtë të rigli. Për 100 ditë, o zot.